dy gjëra e kam pas me rëndësi kur e kam marrë në mbikëqyrje këtë ministri në raport me inspektoratin. E para që inspektorati të ketë dignitet, të forcohet, të ndjej mbështetjen e shtetit vetë, dhe e dyta që inspektorati të mos shihet si çekiç ndaj biznesit në Kosovë, por të shihet si partner ndaj biznesit në Kosovë, por që natyrisht pashmangshëm qytetarin ta ketë prioritet mbi të gjitha. Dhe fatmirësisht mendoj që të dyja kishin qenë në realizim e sipër edhe para se me ardhur në veçanti nga në bashkëpunim natyrisht inspektoratit me organizatën ndërkombëtare të punës dhe mbështetjen e Suedisë dhe shteteve tjera mike të Kosovës. Për qeverinë e Republikës Kosovës, edhe për mua si ministër, po jam i bindur që për ju gjithë që jeni në këtë sallë dhe më gjërë, siguria dhe shëndeti në punë janë prioritet që nuk duhet as diskutohet, është e padiskutueshme, sepse bëhet fjalë për jetën e njeriut. Ky prioritet ne e kemi trajtuar në dy drejtime të qarta. Në njërin anë përmes përmirësimit të kornizës ligjore dhe në anën tjetër përmes fuqizimit të mekanizmave që garantojnë zbatimin e saj. Ndonse Kosova tashmë ka një legislacion të parafruar me standardet e Bashkimit Evropian dhe janë zhvilluar mjete të rëndësishme si checklistat, manualet, udhëzuesit, ende vetet shumë për të bërë në drejtim të vetëdijësimit të punëdhënësve dhe të punësuarve për zbatimin e këtij legjislacioni. Në këtë drejtim, qeveria e Republikës Kosovës është duke u angazhuar në përforcimin e sistemit kombëtar për siguri dhe shëndet në punë. Këtë vit ne kemi planifikuar ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për siguri dhe shëndet në punë, ndryshimin në rregulloren për certifikimin dhe licencimin e personave fizik dhe juridik, rithemelimin e Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë si mekanizëm trepalësh me ekspert, fillimin e mbikëqyrjes dhe kontrollit të personave fizik dhe juridik që operojnë në këtë fushë, modernizimin e procesit të promovimit profesional për ekspert përmes digitalizimit, ndërtimin e ekipeve të bashkëpunimit mes profesionistëve, shoqatave dhe institucioneve, si dhe nisjen shumë shpejt të një kampanje gjithëpërfshirëse vetëdijësuese në vend të sensibilizimit me qëllim të parandalimit të aksidenteve të vendit të punës. Një falënderim e veçantë shkon për ambasadën e Suedisë dhe shtetin suedez dhe organizatën ndërkombëtare të punës për këtë donocion që ne së fakt të pranojmë dhe mbështetjen e vazhdueshme në përmirësimin e kapacitetit të inspektoratit të punës. Siguria dhe shëndeti në punë, kontratat e punës, respektimet eurore, pushimet vjetore dhe gjithçka që ndërlidhet me të drejtat e punëtorëve në Republikën e Kosovës të kenë në mbikëqyrjen e plotë të inspektoratit të punës. Zëtohemi edhe si inspektorat, edhe si ministri, po edhe si qeveri që ne do të jemi guardian të pakompromis të qytetarëve të vendit tonë, rrjedhimisht të punëtorëve, të në raport me zbatimin e ligjit. Inspektoratet dhe inspektorët do të kenë dignitet, sepse këtë e meritojnë. Dhe do të punojnë me dignitet, nder dhe të mbrojtur nga shteti. Por njëkohësisht as punëdhënësve dhe as punëtorëve nuk do të shkelen të drejtë, sepse ne nuk do të lejojmë që në këmbë të tjerë sa askund. Prandaj ne shumë shpejt, siç edhe thash më herët, do të fillojmë në fushatën gjithëpërfshirëse vetëdijësuese, kur për disa muaj me radhë do të provojmë të ngrisim vetëdijen e edhe punëtorëve, edhe bizneseve, se çka do të thënë me ngrit ose me rregullu sigurinë në punë, qoftë në biznese, qoftë ndaj punëtorëve. Dhe çfarë kosto mund të ketë kjo, që për një ndimë shumë e vogël, në raport me kostën e jetës së një punëtori, por edhe në raport me vetë imazhin e këtyre bizneseve dhe në raport me kur flasim për dënimet që janë të institucioneve. Unë jam i bindur që bashkë mund të arrijmë, edhe jam i sigur, sepse një test që e bërëm të 15 ditë të fundit përmes një aksioni gjithëkombëtar, inspektorati ka bërë, nuk kam bërë unë, i ka dhënë rezultatet e veta, i ka dhënë efektin e vet, dhe është parë që njerëzit nuk thonë më sot të largohemi, të shohim se mos inspektorati po vjen dhe ne të ndërprejmë punën, po gjithë këta bizneset që spaku inspektorati ka kontaktu, vetëm gjë që mendojnë janë se si
me i plotësu kriteret që janë para me ligjet tona në fuqi. Dhe mendoj që kjo është e mirë, sepse vedia ka nisë me ndryshu në Republikën tonë. Unë ju falenderoj edhe një herë, pres që bashkëpunime tjera, sepse kemi edhe objektiva tjera në raport me inspektoratën dhe në raport me fusha tjera që ne i mbulojmë dhe pothuajse shumica prej objektivave përfshihen apo mbulohen apo mbështeten nga organizata ndërkombëtare e punës, përfshirë edhe shtetin suedez, dhe besoj që bashkë sa më shpejt që mundemi të arrijmë atë që të gjithë synojnë. Një punë të sigurt, edhe natyrisht një biznes që zhvillon ekonominë. Faleminderit për ju. Representative from the businesses, you are so welcome here, because this is a very nice morning, I have to say. We speak about something very fundamental. It's not just work, but the safety and dignity of work. I mean, work is much more than a contract. It's where we spend most of our awake time, Monday to Friday. So it should be safe and it should be a dignified place to be. And it even becomes part of our identity to some extent, because we spend so much time and effort in the workplace. Many employers today have realized that they can attract and retain staff by offering not only safe conditions, but also additional benefits, such as training opportunities, you have social events, you can do traveling, whatever. And that is increasing a lot. We see that it's a very positive trend, because you can't treat the worker badly and expect the worker to produce something. But still there are sectors where the working conditions are not really up to standards, and by default they are more dangerous, like the construction sector or mining. And that's one of the reasons also we have a labor inspectorate. Behind every safe workplace, every respected worker, every fair contract, there is an unseen guardian, and that is the labor inspectorate. But also last year, 2025, reminded us why this institution is so important. We had hundreds of accidents, we had dozens of lives lost. Safety is not guaranteed everywhere. It has to be improved and it has to be enforced. And this is where the Labor Inspectorate stands, not as a bureaucratic body, but as a line of defense between negligence and human life. In the same time, we have seen extraordinary progress within the Inspectorate. The digitalization of the inspections have made them much faster, more transparent, and more effective on protecting workers' rights. Reflects a commitment to fairness and accountability. And I think the labor inspector is one of the inspectorates in Kosovo that is an example to follow for any other citizen working with these kind of issues. The digitalization and the transparency is utmost there. Sot nuk jemi këtu për të shënuar vetëm për të shënuar ditën ndërkombëtare për sigurinë e shëndetit në punë. Jemi këtu për diçka shumë konkrete, që është jeta e përditshme e punëtorëve tanë. Shpesh, kur flasim për sigurinë dhe shëndetin e punë, mendojmë për helmetat, për rregullat, për numrin e inspektimeve. Dhe këto padyshim që janë shumë të rëndësishme. Por realiteti është më i gjerë se kaq. Ka edhe një dimension tjetër, ai që nuk shihet lehtë, ai që nuk raportohet lehtë. Stresi, presioni, pasiguria, që ndikojnë drejt për drejt në aksidente, në performancë dhe në jetën e punëtorëve. Prandaj kjo është edhe arsyeja pse Organizata Ndërkombëtare e Punës në nivel global ka vendosur si temë pikërisht këtë për këtë vit. Nga puna jonë në këtë fushë në nivel global dhe nga praktikat e ndryshme ndërkombëtare kemi mësuar një gjë shumë të thjeshtë. Kur përmirësohen kushtet e punës, përmirësohet vetë puna. Nuk është kompromis mes sigurisë dhe produktivitetit. Ato të dyja bashkëveprojnë, do të thonë nuk mund e njëra pa tjetrën.
Ajo që kemi filluar me Inspektoratin e Punës është baza dhe është vetëm fillimi. Pra nga digitalizimi, tek trajnimet, tek mbështetja konkrete në terren. Dhe nga ILO duhet të jemi të sinqertë. Nuk është diçka që mund ta bëj një institucion i vetëm. Përmirësimi i kushteve të punës natyrisht që i takon Inspektoratit të Punës të mbikëqyrë bazën ligjore, por nuk është një institucion i vetëm që mund garantoj sigurinë dhe shëndetin e punë. Për këtë, sepse ne mund të kemi ligje të mira, mund të kemi rregullore të mira dhe strategji të mira, por në fund të ditës nuk do e masim suksesin me ligje apo rregullore, do e masim me atë se sa punëtorët janë më të sigurt sot krahasuar me dje. Për këtë duhet bashkëpunim mes institucioneve, dhe sidomos mes punëdhënësve dhe punëtorëve. Ndërmarrjet apo kompanitë duhet të kuptojnë që siguria e shëndetit në punë nuk është luks dhe nuk është vetëm bazë ligjore që duhet të respektuar. Por edhe punëtorët duhet të kenë parasysh që siguria dhe digniteti i tyre dhe shëndeti i tyre në fakt nuk duhet të negocohet dhe në asnjë rrethon apo për çfarë do kushti, dhe duhet të krijojnë besim ndaj institucioneve, sidomos ndaj Inspektoratit të Punës, për të raportuar raste kur një gjë e tillë cënohet. Përshëndetje për gjithë. I nderuar Ministër i Punës, Familjes dhe Vlerat të Lutës Lirëmtare zoti Andien Hoti, i nderuar zëvendës shef dhe shef i misionit bashkëpunimit për zhvillim në ambasadën e Suedisë zoti Henrik Ribi, i nderuar Bleri Murtezi, përfaqësues nga ILO, i nderuar zoti Valion Vata nga Shoqata Ndërtimtare të Kosovës, të nderuar koordinator rajonal të Inspektoratit Qendror të Punës, të nderuar pjesëmarrës dhe zgjedhje mysafirë. Më lejoni të them se Inspektorati Qendror i Punës është një institucion që padyshim funksionon si agenci në kuadër të ministrisë sonë dhe mbi të gjitha, pavarësisht aksionit që ne kemi organizuar këtë ditë, është institucion që nuk duhet parë në asnjë mënyrë, si se tha dhe ministri, si ndëshkues, por institucion që korrekton, edukon dhe mbi të gjitha ofron bashkëpunim me gjithë partnerët tonë. Ne në kuadër të punës sonë, përveç mandatit ligjor, cilin po ushtrojmë, njëkohësisht po luftojmë njëjtën kohë potencialisht edhe ekonominë informale brenda për brenda subjekte të cilat nuk respektojnë shtyllat kryesore të funksionimit ligjor. Në fakt, me qenë se jemi sot këtu në këtë donacion të rëndësishëm të ILO-s me qeverinë suedeze, s'mund të përmend raportin që është hartuar në mujt paraprak, i cili është bërë raport model nga ILO dhe që janë nxjerrë specifika reale aty të kohës ku është i publikuar në website-in zyrtar të Inspektoratit Qendror të Punës. Duke falënderuar partneritetit që kemi ne me ILO-n dhe donacionet të qeverisë suedeze, ne sot posedojmë si Inspektorat Qendror i Punës pajisje elektronike, tablet, si dhe pajisje tjera që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së inspektorëve. Kjo ndikon drejt për drejt në zhdukjen ose eliminimin, reduktimin për çdo dyshim potencial të punës së inspektorit që po aq sa është e ndjeshme duhet jetë edhe dinjitoze përballë sfidës që ne kanë ata. Në fakt, në ditët që ne jemi në këtë aksion, siç e potencuan edhe parafolësit, realisht duhet kuptuar se qëllimi jon final është ofrimi i bashkëpunimit me gjitha. Ne po bëjmë përpjekje maksimale që të sigurojmë kushte për të gjithë punëtorët tanë cilët punojnë në kushte ndonjëherë të pafavorshme. Prandaj unë dua të bashkëndjej cilësinë e kryeinspektorit me inspektorët tanë në terren, me koordinatorët rajonal, sepse kam kuptuar qartësisht që një punë e tillë në terren nuk është e lehtë. Duhet të ofrohet përkraje maksimale, siç edhe kemi nga ministri Hoti, nga partnerët ndërkombëtar, për inspektorët në terren dhe më pas të kërkohet llogaridhënie, siç edhe po e bëjmë njëkohësisht. Unë dua të falenderoj të gjithë për një punë të jashtëzakonshme të cilën e kemi bërë si ekip, vetëm si ekip, si mekanizma kolektiv ne mund të arrijmë rezultate në terren. Prandaj faleminderit edhe një herë për momentin specifik për çfarë kemi mbledhur sot këtu për veturat që po na ofrojnë donacion, sepse këtu nuk janë thjesht mjete, janë mekanizëm për funksionimin operativ dhe ligjor të Inspektoratit Qendror të Punës që është e domosdoshme për neve. Ne do të bëjmë përpjekje gjithmonë fal ministrit Hoti, kolegëve tonë në inspektoriat padyshim, që këto donacione t'i mbajmë në qëndrueshmëri të plotë dhe t'i kthejmë ose t'i përkthejmë në suksese, rezultate dhe efekte pozitive në interesin kombëtar të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë.
Okay, so officially handing over. Yeah. Thank you so much. Thank you. And I hope they will have a lot of mileage after a couple of years. Yeah. Very good. Just make sure it's from Prison. Thank you. Yeah, yeah. Yes, you have to take it. Yeah. Everything that's happened. You have a 5-year warranty. I had Toyota and Kia, they never fail. So you see, Dhe falemderit shumë, knatësi, që është edhe nderume, inshallah bëni sa më shumë kilometra, tu e mbrojt jetën çdo datë. Falemderit. Faleminderit shumë. Falemderit.